A e dini që FIFA është u mendu me ndryshu rregullat më të rëndësishme të penaltive? Ky ndryshim mundet me hyrë në fuqi para fazës të eliminimeve direkte të këtij botrori. Sot, para penaltive, zhvillohen 2 hedhje të monedhave nga arbitri. Radhika. Njëra vendos se kush gjuan i pari, e tjetra vendos në cilën port me u gjujt penaltit. Sipas propozimit të FIFA-s, ka me pas veç një hedhje të monedhës. Skuadra që fiton ka me vendos me gjujt e para ose e dyta, apo portën që kanë me u ekzekutu penaltit. Ky ligjëri do të shmangte situata sikur në finalin e Champions League-s që Paris Saint-Germain vendosi edhe me gjujt e para apo e dyta, po edhe portën se ku kanë me u ekzekutu penaltit. Megjithatë, ky ndryshim ende pret miratimin nga IFAB, organi i cili vendos rregullat në futboll. Një ndryshim shumë i vogël, por shumë i rëndësishëm për disa momente të caktuara, sidomos në këtë botror.